Vita ju që jeni duke na ndjekur këtu në këndin e kuzhinës. Jemi në studion e Institutit të Arteve Kulinare Royal. Jam me nxënësin tim Dorela. Përshëndetje Dorela. Përshëndetje. Dorela mua do më ndihmoj për të bërë recetën, pasi do bëj taratorin e kësaj recete. Është një ndërthurje vërtet shumë interesante, quhet koshere. Janë përbërësit oriz basmat. Janë makarona, ara myshkut, është kanella, kumulli, qepa dhe kosi. Ndërkohë, asistenti jemi Dorel, faleminderit, do merret me taratorin, kurse unë do filloj të kaordis makaronat, të skuq, më pas do edhe orizin, dhe kështu do skuq dhe qepën. Është një ndërthurje perfekte. Atëherë na ndiqni, Dorel, fillo. Atëherë Dorela merr kumbullin, pak pudhur, kosin, nisim. Atëherë unë filloj me radhën e parë të punës. Marrim qepën, e presim sa më i të jetë e mundur, e lëmë qepën, dhe që bëjmë në pjesën e parë, vendosim dhe qepën këtu që të lirojmë pak vëndin. Atëherë me kujdes, e heqim fare më mirë, e vendosim të pjata tjetër këtu poshtë, kemi tasin, fillojmë me skuqen e qepës, karamelizim e qepës. Atëherë Dorela është duke skuqi me pak vaj këtu. Urdhëro. Dorela, si po duket kjo recetë, pasi ti e ke gatuar në... Është recetë e thjeshtë, edhe shumë e shijshme, cilë mund ta bëjnë në shtëpi shumë kollaj, domethënë. E di si ka lindur kjo recetë, Dorel? Kjo ka lindur, ndërkohë edhe kur ne flasim. Kjo Dorel ka lindur, kjo recetë ka lindur si gjatë magazinimit të çdo produktit, gjërat bien. Ka njerëz të papërgjegjshëm që i rrëzojnë ose nga vetë puna rrëzojnë. Dhe duke u rrëzuar, ka makarona që kanë ngelur të thyera. Dhe çfarë kanë bërë tash shefat e kuzhinës me përvojë, kanë marrë ato lloj makarona që kanë përzier me orizin basmat dhe kështu kanë zgjedhur një recetë. Po është vërtet shumë e shijshme kjo recetë për gjithë televizionistë, pasi ka kosin, është kosi, është hudhra dhe kumbulli. Pastaj është ara myshkut, mas të arës është dhe kanella. Dhe këtu është dhe speci djeks. Speci djeks ku e kërë? Që që kujtova speci djeks? E bëjmë në gjingjer. Fix. E bëjmë në gjingjer. Ja, pra, kemi gjingjer. Dhe djegësira hollohet me shuhet me kosin. Kosi jep një freski. Po. Dhe kemi dhe domatet që do ta vendosim. Pasi asistenti imi nuk i kishe bërë të gjitha, atëherë. Qepën, pak gjingjer. Ja, pak gjingjerin këtu. Dhe qepën e karamelizuar. Qepë
Ja dhe pomodorini, marrim pak pomodorini. 3 kokra pomodorini, t'i bëjmë ginger. Ja pra, edhe pomodorini. Tu kemi selinon dhe të ziher për të bërë buljonin. Atëherë, qepë karamelizuar, pomodorini me ginger ose me spes djegës, është kanela, është arra myshkut, makaronat, orizi dhe taratori. Të gjitha këto ingredientë të përzihen në një recetë, është vërtet fantastike dhe për ju që jeni duke na ndjekur, për ju ambisa apo ju dashamirës të kuzhinës, gatuani këtë recetë siç unë po ja servir pasi është vërtet një recetë. Pasi kam karamelizuar qepën, që jeni duke parë, e vendos qepën tek tasa. Ndërkohë nxehtësia që ajo ka marrë, e bën deri në fund. Atëherë, me kujdes, ginger. Ja pra, ginger, fillojmë dhe me radhën tjetër. Domatën, thjesht në kaq, një kaudisje thjesht e lehtë, endezën, sërish pak vaj ulliri, e hapim në maksimum, ginger, pomodorini. Mund ta bëni dhe me spes djegës. Me zjarë të fort vetëm një kaudisje të lehtë. Ja, pra, edhe taratorin është duke bërë dorele. Ndërkohë, marrim një pjatë tjetër. Një pjatë tjetër. Shtoj dhe domatën të. Atëherë, me kujdes, shtoj sërish pak vaj ulliri, ta mora. Urdhë dorel. Dorel, kur e provoj këtë recetë si të duk, shtojmë makaronat, e gjim pak qepën. Si të duk jo recetë, Dorel? Ishte një recetë shumë e shishme. Dorela, ke gjatë gjithë saj kohë, atëherë për ju jemi duke skuqur makaronat. Ndërkohë jam duke biseduar me Dorela. Po Dorel, mas gjithë saj kohë që ju keni bërë mësim tek ne, si po dukeni, si jeni kur gatuani, ose kur japim recetat të reja, si dukesh, domethënë të pëlqejnë, e kap direkt, si... Po, normal më pëlqen. Dhe është ajo që mëson diçka të re. Po? Se në fillim të duket sikur çfarë po bën, po pastaj Të duket e vështirë. të duket e vështirë. Po pastaj kur i bën në recetat e shkon që me pak gjëra dhe dalin receta të shishme. Thjesht duhet vëmendje për të bërë diçka interesante. Po. Vëmendja është e para. Atëherë, kemi skuqur pak makaronat, kemi skuqur orizin, tigani ishte i nxehtë, shtojmë kanellën, pak Kjo kanellë. është gati. Gati dhe taratorin dhe ne avash avash pak arë myshku. Kanë të dyja një ngjyrë, pak a shumë, po është një recetë vërtet fantastike. Kanellë, që kanella ka veti të mrekullueshme, kurusa. Jemi mësuar gjithmonë që e konsumojmë me ëmbëlsira, por sot jemi duke e gatuar. Atëherë i lëm dy erëzat tona të mrekullueshme, arë myshkut, lërëm me vendin. Kemi taratorin gati, domata, avash ne do merremi me serviren e pjatës. Ja, kjo është pjata që ne do ta servirim. Shtojmë dhe pak. Shkoj pa çfarë ngjyre ka marrë orizi, nga kanella dhe nga ara e myshkut. Kemi zier selinon, kemi shtuar selinon,
Atëherë Dorel, jemi gati, ha? Po. Atëherë, të lutem edhe një... lukën e kemë, më falë. Atëherë, ndërkohë, që bëjmë? Vendosim taratorin, më falë, kosim. Në pjatë derisa ajo të zije. Faleminderit. E ke bërë shumë të mirë me thonë drejtën. Tashi, me kujdes, e hapim të mënyrë. Jemi në qendër pjatës, një pjatë Dorela, që vërtet të bëhet e mirë, duhet të jetë, domethënë të jetë e shijshme, duhet të jetë zbukurimi duhet të jetë në mënyrë të drejtë, domethënë kaq hapësirë këtu, kaq këtu. Tashi ne e shohim që në pjatë do dhe pak, e çojmë dhe pak këtu. Ky është kosi, jo? Me kujdes, e shohim që do dhe pak në të me, dhe çfarë bën Dorel, e hapim dhe pak këtu. Tani, hapim në mënyrë të drejtë dhe pak, ashtu. Tani, me kujdes Dorel marrim kungull që ti ke skuqur. Dhe vendosim këtu. Kjo është një formë, se ka dhe forma që ne mund të bëjmë. Dekori është i lirë. Po, është i lirë. Një pjatë e bukur do dhe një dekor, po e veçanta kësaj recete është se kjo është dhe nxehtë dhe ftohtë njëkohësisht. Për arsye se ka gjingje, ka dhe gjingje, ka dhe ardhe myshkut, ka dhe makarona, edhe oriz, dhe është një gjë fantastike. Tani, Përveç pjesës së kuzhinave na ndodh edhe neve në shtëpi që gjejmë ato pakot e makaronave të thyera. Po, diskutohet, nuk diskutohet. Edhe kjo është që ne t'i vendosim gjithçka. Atëherë, jemi rregull deri këtu Dorel? Po. Atëherë, me kujdes, shohim orizin, që është gjatë fundit. E kontrollojmë shumë, atëherë që bëjmë? Ne të da presim. Atëherë, marrim domatën. Pak domate. Edhe me qepën. Dhe presim derisa orizi të bëhet qepën e karamelizuar. Oriz basmat, makarona, asnjë gjë s'duhet dali jashtë teut. Mos i vëmë më shumë, edhe pak qep, se duhet të jenë në mënyrë të barabartë që mos ndikoj as domatën dhe as qepa. Shtojmë vetëm pak piper të zi. Dhe tash çfarë bëjmë? Presim derisa orizi të bëhet. Animojmë pak që të jetë amërsi me pak vaj ulliri. Dhe e presim. Ja, pra, makaronat mundohemi që shohim pak, zim. Të zim. Tashmë ne do t'i vëmë pak oriz për sipër dhe do konsumojmë taratorin, orizin, makarona, po, qepën e karamelizuar, domatën, djeksin që është me gjingjeri, gjithçka dhe kosi, hudra, kungull, qepën e karamelizuar, domatën dhe gjithçka e kemi gati, të presim atëre. Atëre Dorela e kemi gjithçka gati dhe orizi është ka përfunduar, shikoni pra. Pse trëmbesh Dorel? Pse më largosh? Nga Me kujdes tashmë, ç'a bëjmë? Shiça aroma është fantastike. Aroma. Ndihet aroma. Basmatit. Tani me kujdes ç'a bëjmë?
që mos të dalin, kalojmë të këtu. Opa. Me kujdes, sërisht, me kujdes. Opa. Ta që marrim të makaronën këtu. Për ju që po shihni këtë video, nuk ose ka shumë sy, po ka një shije. Ka një shije vërtet fantastike. Marrim pak malanos. I vendosim pak malanos. Pak gjethet. I vendosim anash. Për të tyre atë. Është një specialitet vërtet i këndshëm, orizi basmat, lehtësia e tij. Kanela, ara e myshkut, mas arës së myshkut, është taratori kod, është djegsja domateja, qepa karamelizuar dhe është fantastike. Edhe i vendosim me këtë. Fshim pak të. Kjo ishte pjata koshere. Edhe njerë është orizi basmat, është makaronat, gjatë transportit makaronat thyen, dhe të gjithë makaronat e thyre, ne kemi ka ordisur, kemi shtuar dhe orizin dhe kemi me buljon i kemi zirë. Ndërkohë, asistenti jemi Dorelja nxënëse ka bërë taratori me kos dhe me kungull. Unë ndërkohë, pasi i ka ordisa, i shtova kanelën, i shtova arën e myshkut dhe i lash për të zirë. Pastaj bëra qepën e karamelizuar, bëra me spec djeg ose me xhinxher, bëra domaten dhe i shtrova shtresa. Taratorin në fillim, domatet, qepën, orizi me makaronat, pak malanos për dekor dhe kjo ishte pjata e përfunduar. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirë takoshëm në punëta të tjera. Faleminderit Dorel. Faleminderit. Si të duket kjo të kesh mësuar pas ta mbyllim? E servira bukur apo s'e kam servir gjë? Jo, shumë bukur. Po mund ta bëshim edhe po për pasur që ne mund ta bësh edhe një herë pas se ta mbyll. Në rast se ne mund ta bëjmë, domethënë ta hedhim në një pjatë për risotto, unë mendova ta hedhim këtu për arsye se duke kapur me lukë e nisim rjesht. Dhe e shohim atë që ne konsumojmë. Makaron vetëm një gabim i kësaj recete është, Dorel, që ti nuk e kape, makaron do të ishin thyer edhe pak më shumë. Jam bukur edhe ashtu. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim.